Malet e larta. Çfarë janë malet e larta? Malet e larta janë malet që kanë maja shumë të larta, zakonisht mbi 2000 metra mbi nivelin e detit. Ato janë më të larta se malet e zakonshme dhe shpesh formojnë kodra të mëdha dhe të shtruara në sipërfaqe. Si formohen? Malet e larta formohen kryesisht për shkak të lëvizjeve të pllakave tektonike që shtyjnë dhe ngjeshin tokën. Kjo ndodh gjatë proceseve të ngjeshjes ose rrëshqitjes së mantelit të tokës. Për shembull, malet e njohura të larta janë Everesti, 8848 metra, maja më e lartë në botë. Ndodhet në Himalaja. K2, 8611 metra. E dyta më e lartë ndodhet në Karakorum. Mont Blanc, 4810 metra, maja më e lartë në Alpe. Përse janë të rëndësishme malet e larta? Malet e larta janë burim i burimeve natyrore si minerale dhe ujë, gjithashtu ofrojnë peizazhe të bukura dhe janë vend për aktivitete si alpinizmi dhe shëtitjet në natyrë. Ato gjithashtu ndikojnë në klimë dhe ndikojnë në rrjedhën e lumenjve. Çfarë ndikojnë? Malet e larta ndikojnë në mod dhe klimë, duke ndikuar në rreshtet e shiut dhe temperaturat. Ato gjithashtu ndihmojnë për ruajtjen e biodiversitetit dhe janë vende të rëndësishme për studimet gjeologjike dhe biologjike. Sigurisht, malet janë edhe burime të pashtershme të ujrave. Ato akumulojnë ujrat nga rënjen e borës apo akullnajave që janë si depo të fuqishme që furnizojnë njerëzit dhe tokën me ujë për vite të tëra. Andaj, malet e larta kanë dobi të shumta.